Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Star Plus të në emisionin Ping Pong. 8 person të kemi emigrimin, pasi shumë shqiptarë kanë ikur nga vendi, apo jo I dashur koleg? Koleg, më falë regjia, ku është Niko, mor? O Niko! Aleksandr. Ku je mor burë, se ka nisë regjistrimi? Unisa për jashtë. Po më këthynë në dogan. Ti e nisë për jashtë? Po. Po kuj do me alon emisionin tja, do me na deshtu për imena, si a puna jote? Po të shunisa thash hajtë se po e provoj. Po emigrej. Për jashtë shtetit? Po, për Itali. Po? Kur e dënë ti, shkova në dogan, më kishin fut ekspuls. Të marrë vështë. A nisimi këtë emision më burë, selam nëmë. Po mërzita, hajde ta nisim, hajde. Lutem regjia Plantek. Si kanë fut ekspuls. Ekspuls. Po për qa? Po dion. Si më thash ekspuls? Po shqyqyr që kanë disa ekspulse më burë, se në këtë vend nuk ishte me të kamë robi. Se di, please I thash, can I go away? No, tha back. Unë back më nëjnën, në ardha dhe I herë këto. Shqyqyr që kanë disa ekspulse, disa kanë probleme, I këthen dogan amrap, se një shtonë Shqipni s'kishte me të kamë robit. Po me sa me ndeshte me I këti më burë. Po të shumë thash për jetë ma të mirë, mërë ti Aleksandr? Jetë ma të mirë ti aktor po, moderator po, I shkollum po, me pun po, si me I këti më burë, kush me metë këtë vend më burë? Po ta provoj mërë Aleksandr, ta provoj, po kush me metë në këtë vend, po kush do me e ba këtë vend, ashe se qa bahet këtu? Ashe se qa bahet? Ta shtja do me më kundërshtu, hala pa njës emisionin, thuti. Jo ma nuk të është se do me të kundërshtu, po Ata hapim I herë emisionin, ma ne nga trona sa dushtja, a hapim I herë? Mirë, hape ma në po flasim mrapa. Okej, si fillim Niko nuk dona me pas se probleme me njeni tjetin, se mira tu nga tru gjithë të puntatë, por lam në mërë bërë. Griju. Që unë isë me shku së të primar erdhe, s'ke nevoj me kundërshtu të shti. Po që ke mërë, pse të një zgjatë muhabetin mërë bërë? Po ma se zgjatë mërë muhabetin se ekspuls e shtë, thu se qa është, ekspuls. Ta po vjen koha, ta po I. Sa vjeqare kishe ekspulsin? A se di heq vesh kur më tha ekspuls, po ata një kështu si arsin, si mësh. A thut kanë nga tru me kanë tjetër? Më tha hajde thatë këtë zyra. Po? Pa I qita pasaporten. Isha unë mërë, edhe ta I kompjuter që kishte dalë ekspulsin. E pyta unë, thash, why? E filloj e foli, tha, janë e këtej e rrëdhë. A I ta ka sëqaru pra ty italisht, anglisht, po se ki kuptu ti? Anglisht, a e sëqarej, anglisht. Po? Edhe unë visë që kryjtë e din, sa për shumë, për edukat, okej, a I kujtaj se unë e kuptova kretë, më tha, back. I tha, back? Qa back? Back, tha. Pa mi e thash back, erdha dhe I herë tërën, që me ba? Po shumë mirë, burë, ma mirë se të kena, ashtë fatë për ne që të kena në mesin tonë. Ashtu, e? Po, nuk e si mos me pas ekspulset tim, 1-2 shanë qeverin, 3-4 shanë policin, 4-5 shanë dogonë. Unë shaj qeverin? Po, njën ato ta pushin ekspuls. Realiteti është realitet, Aleksandr. Duhet thonë me në ti. Kritika me të shamënin në rëshojnë. Po, Po. Ne kena të drejten të kritikojmë. Mandena se si e marrin tjerë, tash më habet tjetër. Dakor, tash përfunimisht, a hapim si emision? Alo, si ki hap? Jo. Po hape pra? Atëherë regjia, ju lutem Plantek, po, në fakt është dyshim kjo punë, se edhe I shoki jemi ka shku deri në aty, deri në dogan, edhe I kanë thënë një gjë, e kanë pa atë fotën se nërshën robi më bërë, nërshën edhe në paraqitje kështu, parësisht sa është numri, e kartë identitetit më tjetë. ID-a, po. Po, ID-a është, po nërshën pamja, dhe ti kishin ra flokët, e lonë mjekra matë malë, shnoshe, mu, shkën tëpe. Kur ka keni ri, ka keni holli, do flokë paka shumë si unë, e më pa mjekra kështu. Kontrast 100%. Edhe I kanë thonë të jo më shë po t'i shjekë, për shpi. A mos ta kanë bëllë ty për I se ke nëshu në gjënë pami? Jo, s'kam nëshu gjë. E njajta hunë ashtë. Nësej. S'kam nëshu. Asisëm. Lene më kur si janë batë tim, pash nërën. Po mirë, flasim I të sa s'ka fillu emisioni, poshtë monzët, po pse deshte me ikë më burë? Po dhe ishte me ikë, mërë, arrihet këtu. Po si rrinë në tjertë, më Niko? Qa bëjmë në tjertë? Me shpirt në përlam rrinë, edhe jo, po se s'bani za. Dakor, po ku me shku, a thu kujten sa ma mirë më bërë në Francë, në Belgjike, në Zvicër. A ma mirë? Ku deshte me ikë, në Itali? Noshta në Itali, po. Me qa dhe mu martin? Që shkove, po se po zëmë kishe e kalu në Itali. Po. E me qa merësh? Si me qa merësh? Atje, faktikisht, unë hasa një person që do të me mba një kontrat punet. Po? 2 vjeqare. Po? Edhe më tha hajde. Unë isha me kontratën e punës për ndorë. No, tha.
is the contract work, I thash. No, tha. Po, Come back. Ardha dhe herë këtejna. kanë kthy me kontratë punët, Me kontratë punët vetëm se më kishte dalë ekspulsi. Po ç't ka dalë ekspulsi ty as s'ke vrasja, as grabitja, as vjelljas. Por do ta verifikojmë më vonë. Për me ditë a është vërtet ekspuls apo ç'është, se mundet që me gabuar sistemi me Aleksandër. Po ky sistem vetëm gabime ka në spodim në rast ku na gabon nerë sistemi. Më fal, pse s'gabon një herë për mirë, për shembull, me gabu sistemi bankar me të nis ty për shembull një 400 mijë pa dashje, e kupton me të nis në bank për shembull, ose i 600 mijë është ishte. Pse s'gabon të raste sistemi? A din ti arsyeën sepse sistemi jon ban vetëm gabime? Sepse është i ndërtuar mi gabime. Ashtu Mi gabime të qëllimshme. Jo pa qëllim të pyeta për Italinë se ç'a bën ti atje bën me shku se shumë emigrantë, se në temën për emigrimin e kena parasysh se nuk kena ato hap sonte hiç. Me qenë të poni i këtë s'po hapet sonte. Ala si ke hap Po ti? se kam hapur temën, ta shërojmë bash herë na para se më jashtëru publikut. Se tema është emigrimi. Po emigrimi disa e kanë pas si mundësi. Disa tjetër kanë qenë detyruar. Një gjë, shqiptari ka bën edhe punë të mirë në Europë, por nuk i ka tana sikur i dim na. Ka hap biznese, ka hap restorante, ka bë supermarket, ka bë punë. Po më dakord, po një ata supermarket që thuti që i ka bëja shtetit, që i ka hap biznese, shumë mirë. Pse si ban këto thuti? Shumë mirë mund t'ja ofronte edhe Shqipnia këtë gjë. Por nuk ja ofron. Edhe prandaj është i detyruar për me ikë jashtë. Po pse si ofron? Pse nuk ja ofron? Pse nuk don me ja ofru. Nuk don me ja ofru. Ky vend nuk don. Nuk dën pra ti. Ja. Ti thuaj që Shqipnia s'don me pa mirë shqiptarin apo shqiptari nuk do me pa mirë Shqipnin? Cili? Sistemi nuk don me pa mirë shqiptarin. Po shqiptarja dën me pa mirë sistemin? Po ku ka shqiptar që nuk do me pa mirë vendin e vet? Ma thuj ti mu një. Tash ke fol bukur. Bravo. Tash ke fol bukur. Ashtu të. Bravo. Por megjithatë shpresojmë që në një ditë, në një herë ka mu ba. Ka mu ba. Shpresojmë. A shpreson ti? E vështirë. Mirë. A hapim? Po ti hape pra? Po hapim se kjo qenë të folna ka mu pra e krejt, që të flasim të shemrapa. Ju lutem regjia plan tek, a jam plan tek do me thonë. Okej. 3, 4. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton ping pong ton e Star Plus. Sonte si temë do të kemi emigrimin, një plag e shoqërisë tonë. Për disa është plag, se për disa të tjerë është mundësi. Shumë shqiptarë kanë avancuar drejt vendeve të ndryshme dhe kanë patur sukses. Kanë qenë si një urë lidhës me botën. Pra, a është emigrimi një plag e shoqërisë tonë apo një mundësi suksesi? Si mendoni ju? Mirë mbrëma edhe nga unë ku do të flasim sonte pikërisht për emigrimin, koleg. Po. Por ajo që vihet re është se shumë vetë emigrimin e shohin si një mundësi më të mirë. Por unë nuk e shoh kështu. Unë shoh shkolla që po zbrazin. Shoh shkolla pa nxënës, pa mësues. Shoh spitale pa mjek, pa infermier. Nuk e di, po humbasim kapitalin më të çmuar. Po humbasim njerëzit tanë. A është vërtet sukses kur brezi i aftë largohet nga Shqipëria që po rrezikon të plaket para kohë? Po ç'lidhje ka emigrimi me ping-pongun do thoni ju? E po kush më shumë përplaset si një top ping-pongu se sa emigranti shqiptar? Sa në një zyrë, sa në tjetën, sa për një dokument, sa për tjetën, dhe në fund të fundit shumica për tyre mbesin pa përgjigje. Se po ta mendoni mirë, emigranti shqiptar nuk ndryshon thjesht vendin, jo. Ndryshon edhe identitetin për të përshtatur me vendet që ku shkon. E kush më shumë se një emigrant shqiptar përplaset si një top ping-pongu, sa në një zyrë në tjetën? Sa të zyra punësimit tek ajo sigurimeve, si top ping-pongu? Sa një sportel në tjetën, derisa arrin në terminalin e fluturimit në aeroport, dhe jo pak herë ka ndodhur që shqiptarit të ngelin në rrjetën e doganave, njësoj si kolegu ynë. Po, prit, se ping-pongu vazhdon. Në rregull? Po. Sepse shqiptari sërullatet edhe vazhdon me dokumenta, me leje qëndrimi, me kontrata, me gjuhë huja, edhe pastaj mërziten sepse nuk ka kush i pret në shtëpi. Më falë, po kjo nuk është thjesht vetëm ping-pong. Kjo është fix një kampionat botnor i sërollatjes me 360 gradë. Po duhet me kuptu, koleg, se ka edhe të mirët e veta migrimi. Se shumë shqiptarën të hap biznesi në Amerikë, në Australi, në Europë. Dhe shumë shpejt ma tepër do të kena shqiptar biznesmen jashtë se sa marrin në Shqipni. Unë nuk jam as pak entuziast. Pse? Ja, fare.
Se me këtë ritëm, Shqipnia ashtu u zbras kaq shpejt, sa që ti ke me gjetë vend parkimi ku të dushti. Po shumë mirë, mo, shumë mirë. Si më shumë mirë? Po kjo është e mirë, mo, shumë mirë. Se janë të ikë tonë edhe ka me pas vend në parkimi për tonë, se në fund mos kena ku parkojnë. Po në kena fshat na bashmër. Në kena lagje qytetesh bashmër, vetëm unë edhe ti kena meti tu. Në rregull? Po mirë, se në fundit emigrimi sa është një tragjedi e madhe, por emigrojnë edhe francezët, emigrojnë edhe gjermanët, edhe anglezët. Po na për emigrimit kena tarën na mor. Për emigrimit ma nën kom si kom mor. Po na krejt lekun për emigrimit e kena mor se na jena dalëm fare. Me shtu, e? Po. E po mirë, pra ma e mend që në këtë vend, po, keme pas vetëm ministra, deputet. Kam qytetarit nuk ka për të metë ma në këtë vend. Këto kene me kenë. E ti thu se do t'ikun të tonë që janë qytetarë dhe do të mesin vetëm shterës aristokrate, thu ti. Po sigurisht. Po me ka bajnë venin ato? Me ka e bajnë? Po, kush I voton mo? Ashtë të qëllinshme kjo gjë. Po, ta po vjen koha që kanë me gjitë edhe ata vetë zgjidhjen, se me ke kanë me e ba vendin. E po, si pas kolegut në Shqipëri shumë pak do të mesin vetëm deputet, vetëm ministra dhe askush tjetër. E po, atëherë kush do të punoj si elektricist, kush do të punoj si hidraulik, kush do të punoj si kamarier. Dhe për ta bërë sa më komike situatën tonë, ju ftoj të ndjekim skeqin. Falë ma vak, kam I gjysë ora që jam të I pritë thua, ka kamariera, s'ka kamariera, a ka shku në toaleta? Qarë toaletit ma e kamarieri ka I në Belgjikë, për 2 ditë nisët për Anglierë. Ja, më falë, unë ardha për me pi kafe këtu. Kafe ka morë me pjellë nuk, për s'ka kush në banë. Se s'kam me kam rezëvend se këtë kamarieri, më se nuk ka punëtor, se jam përnarin këto. E I përnari? Përnarin në lokalit, po. A po ma bëni kafe për që se spritan? Ditë me ba kafe kisha ba vetëm, që unë pa kafe jem. Po mi më përshkaj e pi të lokali për balë, pra? Te ky lokali për balë do? Po. Ato ka nikë Italimor me kamarierë, banakjera, pronare, familje, këtë, s'është kërkush. As tu s'ka? Po s'gjenë punëtor të kunë. Po më falë, si mi ja ba për kafe, ma se mu ma tha goja për I kafe. A unë jam tha për I kafe? A di qa? Ha? Apo na ban ti kafe? Unë me ba kafe në lokal të uj? Se lokal ju me lokal jem? S'ti më për me ba kafe, unë ma dhe më falë. Si mund baj kafe, unë jam profesor. E që me ba kafe unë si jam përnar? E që më borë në bani kafe se s'bajt në me që vë këtë ekspresin, këtu I pëtan keme shtyt në ban kafe të dyvet. Se ke hiki? Më falë, a ma kishe bëj kafe në lutem? Qa kanë që frentar në me ba kafe më? Po a jeti këtu? Po tja, si e këtu? Po unë të jam, po unë ka marrë me pi kafe, jam kliente. Po unë ka marrë me pi kafe, jam përnar. Po ti e nuk kanë kamar burra, e përnar. Po I kjo lokal lagje tane me është, edhe ti si me kënë shpi tane e këtu. A ka mundësi ma bëj një kafe se jam shumë e mizat, sa të lutem. Që më në bani kafe më bërë? Që të shmos bani kafe, shiko ke. Unë me ba kafe? Më falë, po unë jam profesor. Profesor, pëse, s'pin kafe profesorët? Po pi, zdi me e ba. Zdi me ba, Zdi me ba, ki ba ta në shkollë, zdi me bëj kafe. Unë të s'kam kënë cukër, kënë pa diplom. A ke diplom ti? Po. Që pra valë bani kafe? Qo pra valë bani kafe? Që pra valë bani kafe? Shko se shisi pa bajnë. Se tash, unë jam përnari. Po, bajnë kështu. Ti bajnë kafe? Po. Ti lanë fitxanet? Unë me lo fligjone? Unë pa kuj pare. Ja, s'kena rutinë. Ja, këtë e pare të shpam pëllqen. Ushto shpet, si gjithë, se s'kena pëndorën. Ec! Hajde, se bëjë kafe. Bajnë kafe t'ja ty? Pa. Hajde. Henja shto, kruj mirë, mos në gjamë. Pa mërë? Se I kalon e kamarjerit të shtretit që s'janë bon, ka morë me të e ka I. Që e shto, hajde tjetë. Që shtoj ujnë, aty dhe kruj mirë, vazhdo. Pa, shëfëse I loj, perfekt. Si ka I legeni mi kanoni shto të shtretit për kamionet, për veti. Tonë për veti janë të, bravo, që, bo mirë shto. Që I tu ma helë kafin, që, hajde. Një gjo, kur ke për më punu, se unë para ditën 6 du këtu nesër. Unë lirë shëm jam, këto një ditën, unë për punë bile ka morë. Jo, lirë shumë ke kënë, kur ke kënë, ti nesër në 6 du I tonë. Unë nesër në 6 në ke I to, Po, mirë, se... Bim dhe akord edhe për pagesa prenor.
Ky që thot jam profesor, po t'ja kam bërë profesorin ti nesër veç me taballin dorë. Pa çfarë profesorit ke marrë burr pa ti. Fal, a ka me shkuna? Jo, po ta bëjmë e pinja ashtu qysh të pardjeshmes. Më falë zotni, unë jam profesor, lutem. Po hajde pra, shkone pra, zoti profesor, shkone se më të kujtë atje. E shkuna. I tesh te coti fillon në mushët plot. Ec mush aty. Një gjë, sa keme në Robin, për sa punon ti këtu? Po, tash unë për dherë më kisha punu për 700.000 lek. Po çfarë keni bën me Flori? 700 joni 700 tjetër për çfarë më dol mu thon diellun atë. Ati go, atë fuzon për anglimër burr. Më falë, a dal punëtor? Po. Unë jam profesor. Profesor, ne bën pak kafe 2 sekondë. Pa. Ma e vita. Ta vim me tabake. Okej. Lutem. Hajde. Rëjme, hajde. Ja, kafe prenorin. Prenor, me so sheqira e pin kafen. Me dy më me sa tjetër. Me dy bjerë me dy. Po jap 3 për ti keq. Dy maj mas ma me isa shumë. Edhe I luk për prenorin. Pur, në vis. Pa marr, pa. Hajde. I kafe desha. Më falë pronar, puna kur me e pi kafe? Kur? Që e pi kafe në orë të punë si unë. Për që e paguj me pi Ira kafe? pun mort idiot. Hajde më në punë, bani kafe në djallë të mos presë, hajde. A prejtë ti për veti por, hajde. Ne, se kur delin që është natës, pini kafe. Vjetësh. Falë po, unë jam profesor. A unë jam studente. Profesor, a I kja sjell kafe në djallë? Po ja si adhitesh. Me vonesët e gjënat e në regu. Ja, në regu. Shërbimi është I mirë. Këti mirë. Hajde. Nesër në 6 I tonë, Gjosh. I shtu vonos. Hajde. Ndim 6 pa vim për prenor, pa kafen kur pa e pim se ta hoj. Nesër në 6, pini kafe. Nesër. Jemi rikthyer në Star Plus, tu në emisionin Ping Pong, nga unë Aleksandr Prenga dhe kolegu im Nikolin Frketa, I cili me kundërshton për çdo gjë. Dhe si temë për sot ne kemi emigrimin. Disa shohin emigrimin si mundësi, ndërsa disa të tjerë si kolegu im e shohin si një braktisje të popullit ton. Po sigurisht që ja braktisje. Po, Po, mandena në qose të kundërshtoj. Po. Unë të kundërshtoj në bazë të argumenteve. Pra ti ke atë menimin se ti më kundërshton me drejt. Po sigurisht. Po mirë se e ku shko drejt në disa raste, unë apo ti? Tashi këtu duhet me e caktu publiku. Ja kilon publiku të I gjën dorë. Pa. Po ku publiku? Publiku a ka I krejt në Europë, në Francë, në atje kujton se na sheh emisionin ton. Ne shif në tanë botën. Ashtu, Tanë botën. Po, Po. Po pse deshte me ikë në Itali pra mos I shivesh në tanë botën? Sepse ky është një lloj protestet për sistemin. Pra ti deshte me e ban këtë si tip proteste, gjëja se nuk kam qalypin këtë vend edhe po ikun. Një gjë, e ka marrë si trend këtë të arratisin që po ikun menjet e mira, po ikun krejt truni I Shqipnis, e kujton se po ikë edhe kolegu tash dhe me kësa është truni I Shqipnis, edhe kolegu. Po nuk ka të ikë vetëm truni I Shqipnis me kolegë. Po kush ka ikë tjetër? Po ikun tanë, ikun gjitha shtresat e kësaj shoqënie. Po, Ikun për një jetë më të mirë. po pse si ikun për shembull deputet, ministrat? Pse si ikun? Po si janë të marrë. Ashtu, Ata nuk kanë pse me ikë. Jo, E që do bëjnë atje? Më thujti mu, që do bëjnë një deputet apo një minister jashtë vendit? Po këto që do të bëjnë? Këtu? Ha? Po kush ka me e bërë Shqipninë në të herë? A shepra se ke ka mirë këtu për ata që munen me jetu, që din me jetu masa. Ata din për me jetu, sepse e kanë bërë sistemin për vetin e vetë, jo Mirë. për qytetarin. Mirë koleg, a ti përmenjun disa faktorë se pse është I mirë emigrimi. Hajde unë. Për shembull, a din ti se është rritje mirëqenies personale dhe familjare? Po sa migrantë shqiptarë kanë nisë lekë në familjet veta? Janë bë familjet më aristokrate, janë bë familjet më të pasuna, kanë përmirësuar nivelin e jetesë në familje. Dhe kjo është gjë e mirë. Ashtu, e? Po. Po ja, më koleg, se këtu po hub kapitalin njerëzor. A kupton? Këtu po ikun kryesisht profesionistat, këtu po ikun mjek, këtu po ikun student, këtu po ikun të arsimum. Po zbrazet ky vend, po zbrazet. Dakord.
Dakor, a kupton ti se ka edhe përfitime tjera, jo vetëm nga ana monetare, por merr edhe dije profesionale, se në diasporë ti përballesh me profesione të reja që këtu nuk ekzistojnë, përballesh me kultura të reja që këtu nuk ekzistojnë, dhe këto dije, këto eksperiencë ti i merr i sjell në vendin tënd. Po mirë, a ke vënë ti se sa migrantë shqiptar kanë marrë dije po supozojmë në Itali e në Francë, kanë ardhur këtu, kanë hapur restorante që kanë bërë diferencë dhe sot ju ka po horin krejt qyteti, krejt. Po është ndryshe se ti ke plot studenta që shkojnë për me studiu në vendet europiane, edhe vinë edhe investojnë këtu, japin për vendin e vet. Po problemi këtu është sepse këtu ka shumë njerëz po ikun, sa që ka ra në një mënyrë drastike lindshmëria në vendin tonë. Po mirë, më dakord, a kupton ti se kjo është diçka mirë edhe nga ana diplomatike, se ka shumë shqiptar që i kanë dhënë zot mirë Shqipnisë. Për shembull në mjekësi, në diplomaci, në politik, në art, i kanë dhënë famë, i kanë dhënë zot për mirë, ose për shembull sikur e thellë vet ka edhe studenta që kanë shkuar në fakultetet europiane dhe atje kanë dalë me rezultate ekstremisht bukura. Kjo është gjë e mirë për ne. Po sigurisht që është gjë e mirë. Po është pra. Po mirë më çaj për shembull. Okej. Studentat janë një stres, po këtu ne kena stresën tjetër, që është stresa familjare. A e din ti se çfarë pasojë është sjell kjo gjë, ky emigrim për familjet? Si për shembull? Si për shembull, burri është në emigrim. Po. Gruaja është këtu. Po. Fëmijët janë këtu. Po. Ti thu se ndahet familja, nuk janë më të bashkuar, nuk janë më të fëmijët kanë nevojë për figurën e babs. Po. Mandena krijohen konflikte, mandena krijohen keqkuptime, mandena fillon divorcie, kështu është shkatërru familja shqiptare. Një në shkaqet kryesore është emigrimi. Dakor, po. Në këtë aspekt i mundesh me pa edhe me sy tjetër. Se presioni i shoqënisë tu ka herë ndikon edhe negativisht. E ke pa këtë për shembull se thonë po pse rrin pa punë, shkove 40 vjeç pa punë, as je feju, as je martue, s'ke bë shtëpi, s'ke bë makine, edhe çanol ton ky presion akumulohet se këtu edhe nuk ke shumë mundësi dhe ç'a bojnë, emigrojnë. Atje gjejnë veten. Gjejnë hapësinë një gjë, është punëtor shqiptari. Po problemi është ky. Pse shqiptari bëhet punëtor sa të shkelin kamën tokë huj, pse nuk punon këtu? A ke pa shqiptar që vjelin ulli në Greqi, bojnë namin, punojnë. Po këto ullit tu thy deksh. Si vjel kërkush? A don ti për me ta nxjerr një argument se pse shqiptari është punëtor atje dhe nuk është këtu? Pse? Sepse këtu nuk e lën ky sistem për me kanë punëtor. Këtu shqiptari rropatet, punon 8 orë, 12 orë, dhe në fund ditës e di se çka ka më marr? Çka ka më marr? Buk thot. Kjo është rroga e shqiptarit. Po atje merr më mirë, Atje? Po. Po atje të paktën e para punë si herë jeta është më e mirë. Po. Më e qetë. Rrogat janë sigurisht janë edhe më të mira. Mandena për gjithë ata që kanë fëmijë. Sigurisht që kush da me i qunë kopsht, kush da me i qunë shkolla, nuk paguajnë taksa mër koleg. Atje këtu gjysa e rrogës, se s'po tham krejt rroga, po këtu gjysa e rrogës i ndërtu nga ky sistem që kanë vetëm taksa. Po disa emigrojnë edhe për me ul tensionet shoqërore më burr, se disa nuk emigrojnë për çejf, disa kërkojnë azile. Disa janë sherr, na kena edhe fenomenin e gjakmarrjes. Disa shkojnë edhe me mbijetu, me pështu. Emigrimi nuk është për herë për çejf, më burse kërkush në botë nuk bëhet emigrant për çejf. Na dim se sa vështirë është me kanë emigrant. Po më koleg, po ti e provove vetë, i shkove deri në doganë të kthyn mbrapsht. Imagjino. Tash a di se është e punë. Kjo puna, ky fenomeni tjetër i gjakmarrjes që tuti. A e din ti arsyeën se pse shqiptari detyrohet për me emigru jashtë? Për shkak të gjakmarrjes. Sepse këtu kena një sistem që nuk e mbron dot qytetarin e vet. Nuk e mbron dot. Prandaj ai detyrohet për me ikë jashtë. Kaq, është shumë e thjeshtë. Po jam apo don edhe me ndrua ambient shqiptarit, don edhe një klim tjetër, don një gjë ka herë ky rrethi shoqëror ose familjar të bëhet ambient të myt. Po pse? Ai të kuptu, këtu është një negativitet i madh më burr. A ke vure? Po pse më burr dën vesh me kundashtu më burr? Si më burr kështu më burr? Po për këtë punë më ik shqiptare më. Pranoj më burr edhe vetë që nuk ka sistemi shqiptar në vendin e duhur më burr. Po mirë, ç'po po më e pranovon se mu nuk ka se më pagun kush, më thot ku në shto gjithmonë ato që flasin keq për ne. As mund nuk më pagun kush. Po, ashtu, Po, sigurisht. Je sigurt, Sigurisht. Që nuk merr zarfa mbrapa krave të mi? Un? Jo, më koleg. Po çka ke pra se më kundërshton? 1-2 më kundërshton. Po të thash pra, unë kundërshtoj në bazë të argumenteve. Këto janë argumente të cilat dihen. Po mirë. Po pse nuk ka argument ky?
që emigrantat fitojnë lek atje e nisin te familja? Është fakt mor. Është fakt. A shef pra? Po. A shef pra se familjarët këtu presin lek prej ty në atje, sepse nuk kanë aq shumë të ardhuna nga ky vend. Mirë, Rregull? a keni një rasti ku familjarët këtu Po? i kanë nis lek atje? Po. Keni një rast? Po kam një A rast. sheh pra? Ka raste. A sheh pra që të bjen Po, po. poshtë që the? Kujt ja ka nisë? Ha kujt? Fëmijëve që janë studenta. Aty ja ka nisë. Ta se s'ka një gjë me qeshu, po këtu është me kjame të mallë. Po fëmijët do t'jo nisin, se nuk kanë ku ja nisin tjetër. A di se është një punë, koleg? Ha. Ma di se është një punë. Këtu, me ta thonë drejten, këtu varet shumë edhe ekonomia. Ato fol kot se do ta presin Ja, gati. ja. Këtu s'ke nevojë se Kë çfarë vetëm e prej. pa vesmën ku në shtu mu Jo, kot. nuk është, jo, këtu varet, këtu varet ekonomia aktive. Po. A kupton një herë që këtu, remitancat, nimojnë, por Kush janë ato që t'nimojnë çfarë? remitancat. Çfarë është remitanca? Remitancat janë pjesa të cilën kanë bëjnë me ekonominë e vendit. Po këtu mërti vlla, këtu janë të kriju një varësi shumë të madhe që po nxisin një prodhim real në vend. Në rregull? Ha, Se kështu është shkruar. ha. Emigrimi nuk zgjidh probleme strukturore, i shtyn ata. Kur ta shohësh montazhin këtë pjesë do të qeshish pse se unë ta kam shkruajt Kastile. Lexoj edhe herë, lexoj. Po i krijojnë varësi dhe nuk nxisin prodhim real. Emigrimi nuk zgjidh probleme strukturore, i shtyn ato. Vajde me rrevesh. Kastile kam shkruajt disa gjëra që kolegu të ketë kundërshtime edhe me veten ai herë, jo vetëm me mua. Është më mirë ashtu. Mirë. A ke ndonjë person në familje, në punë, në shoqëni, në koleg që ka bën emigrim dhe i ka rezultuar për mirë kjo gjë? Po më? Ashtu? Po. Ke për shembull. Ka persona që kanë ikë jashtë edhe s'kan kthy më. Në kuptimin që e kanë kriju jetën e tyre në jashtë vendit. Mirë, a ka emigrantat që kanë shku atje, kanë fitu i farë lekut, i kanë bën i farë ekonomie dhe mrapa janë kthy prap këtu, me jetu këtu? Po. Ka edhe ashtu. Ka edhe shumë. A sheh pra që kërkush nuk të nal me emigru, Po. me bën i grusht lek, po e tham gjuhë popullore kështu me bën i grusht lek, morë me investu në vendin tënd. Se në fundit, mor koleg, kërkush nuk e ka zhvilluar shoqëninë shqiptare më tepër, edhe si mentalitet, edhe si ekonomi, se sa emigrantët. Këtë e tham me 1000% binje. Ashtu, e? Po. Po atëherë pra, pse këto familjarët që kanë met këtejnan, dojnë që mi i kthy këta emigrantë edhe herë këtej? Në ka marrë malli, hajde Po, në ktheuni. e di se- Ose për shembull, pse shteti i bën thirrje emigrantëve që të vinë dhe investojnë në vendin e vet? Po shumë mirë, po se bën me investu në vend tuaj, ti e Po. ke lek të hupumat. Ma Se shtu, ti e investon në vend tuaj, po nuk janë rregullat si këtej, nuk ka se ti e bën një pronë edhe ke tonën për jetë. Ati e ti blen pronën, po nuk blen trullin. Dhe ti investon aty dhe mas disa kohëve ai trull, ajo tokë, ajo Po. gjallë që ke investuar ti krejt ajo godin, Po. i me shtetit huaj më. Ulla prova. Ulla prova për këto emigranta që kanë ikë jashtë erdhën këtu, investune, se i tha shteti, hajdeni, investoni. Po edhe investon, po shumë mirë. Investunen, Po problemi. kryunen, nërtesa, Po biznese. është problemi, po i kanë nërtu, po ko problemi, po. Problemi është se ja bën rrafsh. Ja bën, e ke fjalën për këto që i shemin. I shamen. I kujt është fajtu edhe herë se s'niva mirë? Sistemi, Ehe. ky lloj sistemi ti tha hajdeni këtu, Po. investonin këtë vend, Po. ë? Ne do t'ju mbështesim, edhe në fund ja prishin ëndrrën e tyre të biznesit. Në rregull? Dakor, Tash kjo gjë atë nol ty atje ku shkon? Jo, atje nuk lan me ndërtu. Hyç nëse ti nuk i ke standardet. Stlajn, e? Ja. E po atje nol, edhe kjo tjetra. Cila? Që nëse ti merr përsipër për më ndërtu një biznes Po. që është edhe në favor të shtetit, Po. shtetit subvencionon shok. Po, Thot sa lek duhen kaq orna që i ke, do pagush sigurisht me këste e tjera, por janë këste që nuk të vrasin as ty, as biznesin që ke ndërtu. Nga një herë këto debatet tonë në studio nuk kanë pikë vlere përballë opinionit publikut. Dhe tani është momenti të ndjekim Vox Popet. 1, 2, 3. Apo ikin të rritë nga Shqipëria? Po natyrisht po ikin. Fatkeqësi e madhe. Mendimi im është politika shtetënore që e bën këtë e stimulon emigrimin. Fatkeqësi për ne, për këtë qeveri që kena,
që nuk krijon shanse që njerëzit jetojnë. As nuk jena në luft, as nuk i kena gjatë bërç, vetëm është problemi donë me zëvendësu me njerëz të tyne edhe me batë tokë djegun. Nuk ka nolla i herë Shqipni kë emigrim ka në tonë botën, po ka emigrim logjik. Se është edhe normalitet emigrimi. A mendon që është diçka e mirë për Shqipnin apo është negative? Keqe, ma shumë negative. Braktiset vendi. Nuk zhvillohet vendi. Punon për të tjertë. Emigrimi është fatkeqësi. Megjithatë, me keme folë. S'ke me keme folë. Qeveri antikombëtare nuk trajtohet asnjëherë problemi që njerëzve t'i lamë, t'i krijon kushte që t'punon, t'jeton. Nuk jena marrë si shqiptar, jena të sjut, po që da, s'kena njerëz që na drejton. Edhe këta që s'kena njerëz, a strategjie tyne me na largune, për me vjedh këtë popull. 1, 2, 3. A mendon që Shqipërisë po ikin të rit, po emigrojnë? Po, është e vërtet. Edhe është gjënof i madh që ikin. Më merr mendja se sistemi o kthy komunizmi në Shqipëri siç ka qenë para 90-s. Pra ne ikin të rit. Pa mendon që është diçka pozitive, ikja e trive se ndoshta rrit ekonominë e vendit apo jo? Absolutisht jo. Pse jo? Nuk ndikon. Që si kush e ka menin për veten e vet. Ç'pun ka me ekonominë në Shqipëri? Ekonominë në Shqipëri le ta bëj qeveria. Shteti o komunist. Mbaroj kjo punë. O kthy komunizmi siç ka qenë në 90-ën. Me këto, pra ne ikin dritë. Pse ikin? Cila është arsyeja kryesore? Nuk mund të rrinë, nuk ka këtu asnjë lloj privilegji. Të rritë këtu nuk kanë asnjë lloj privilegji. Bota i stimulon me të gjitha gjanat. Ku jeti? Ti që e pasi kjo? Trive. Ato dur shumë gjona. Kështu e mendoj unë. 82 vjeç. 82. A ke fëmijë jashtë, një pa Kam mes? të çuna dhe i gocë të 3 kam jashtë. Ke jashtë, je i lumtun që janë jashtë? Nuk jam shumë i lumtur. Pse nuk vinë ato këtu? Sepse janë më rehat atje pranej. Po të rrit, a mos vallë po ikin që me gjetë rahati atje? Po pranej ikin, ato për rehati ikin, nuk ikin për me shkum për më keq. Me thënë drejtën tamam të rrit ikin për më mirë. Po ndikon edhe sistemi. Si mund të rregullohet kjo gjatë që të mahen të rrit këtu? A vinë nga Gjermania të vinë në Shqipëri? Pse s'vinë? Ky thotë Shqipëria është më e mira në Europë. Shqipëria është e fundit në Europë. Mos them botë. Edhe në Bangladesh ka më mirë se në Shqipëri. 1, 2, 3. Kjo është negative, pa dyshim. Pse është negative? Pse është negative? Apo, po të rinjtë, ja të shine, mua për shumë s'ka kush më të nëson në punë, e zem. Të rinjtë duhet të punojnë, të bëjnë, të arsimojnë e gjitha, po problemi ka shteti. Faktikisht, shteti rriti pensionin. Po rriti pensionin ti s'ke vend punë, s'ke të ardhme këtu, s'ke jetesë. E do të më të shkosh larg. Cila është arsyeja kryesore që po ikin të rit? Po, emigrimin ai më mirë të bëj, domethënë revolucionin çek, që quhet. Revolucioni çek, që kishte 40 vjeç, lartë nxori tërë pension, të rinë t'i futi në punë. Me sigurimet e pensionistëve që i nxori, me sigurimin tënd, i e pensionistëve. Kështu bëhet ata. Të futet të në punë brezirit, mos ik. Çfarë tash më 70 vjet të nxjerrajnë pension. Nuk rojnë, po të ishe edhe në kohën e Verorës, sa 25, 55 pension, që të rinjtë të kishin mundësi të arsimoshin edhe të futsin në punë. Mbarojnë shkollën e direkt në punë. A je në punë? Po. Ka të ri të vëllë një punës ku jeti? Jo. Bile mi rundua edhe ndihmë sa e tërë, së vjen njëri. Paga është e lartër, për së vjen. Edhe pse është paga lartë, nuk ka të ri. Qa të bëjmë, thotë, o gjyshit të sa unë do të thotë.
Po se shpuna orën do iki. Se unë s'punoj me, u bajta 55, të shime të punoj. 1, 2, 3. Emigrimi nuk është ping-pong, është vetëm ping, ik. Do ma? Po pongu, kush është në këtë rast? Pongu jemi në budallën që jemi këtu. Pingu iku. Po pse ikin të rritë? Po se ikin, po që ke këtu, se s'ke asë garanci, s'ke asë gjo, absolutisht. Po e mendoj unë për t'ikur të rinjë, po e mendoj unë për t'ikur. Jo më largë sot mëngjes. Po ma. Këtë do që të kapësh, ku do që ta kapësh, vetëm hajdu të gjenë. Asë që tjetër. Sukur i kanë pronat e babajt. Po cila është arsye kryesore që po ikin të rritë? Po s'ke mëre asë i gjithë sigurt këtu. Qa ketë sigurt? Ti, je i sigurti. Asë që, asë njeri, asë ti asë unë. Asë që s'ketë sigurt. Studenta ka, nuk është se nuk ka. Mendon që mund të investojnë këtu apo jo? Vazhdojnë akoma për inerci studentët se kanë pasur dikur mentalitetin që dhe shpinë shisnin vetëm të shkollojë fëmija. Edhe vazhdojnë akoma për inerci me ata. Po qa po bëjnë ata që për punur kamarier? Marosh inxhinierim për punur kamarier? Po ikin se s'ka vënë punën? S'ka as vende punë asë gjë, s'ka. Apo nuk dojnë që me punu të rritë? Jo. Si s'do me punu? Gjithë do me punu. Nuk ka asë lloj garancie. A mendon që një në shkaqet është edhe rroga e vogël apo si? Jo, nuk është. Nuk është çështje rroge. Si fillim duhet ndihesh rahat, duhet ndihesh i sigurt. Fillon një punë, nuk je i sigurt nëse do të pranoj apo jo. Ai zgjedh me gruan në darket, mëngjes pushon nga puna, do të nxjerrë dufin, nxjerrë natin. S'ka asnjë lloj garancie pra. Çfarë do të më shumë? A she pra koleg se ka dhe njerëz që mendojnë sikur mendoj unë, jo vetëm ato që mendojnë sikur mendon ti. Ashtu, Po. A ti mendon që janë shumica këto? Shumica. Po si? Ka njerëz që e kanë folur realitetin si duhet, pavarësisht se ty s'pëlqen. Unë për herë përfaqësoj shumicën. Pse unë çfarë përfaqësoj? Pakicën më për ti, po kuptohet e gjë. Na shkënjive tash. Ashtu e? Regjia për më njofton për një lidhje direkte me personazhin AI të inteligjencës artificiale Hania. Si mendon koleg ta thrasim në studio? Unë mendoj që mas me atjer, koleg. Pse? Po mas me atjer, se herën tjetër nuk ka bërë me si e mirë. Ashtu e? Po i këtë herë kam frikë se nuk ta puna ban si e mirë. Po mirë më bërse kjo emision ashtë edhe po s'bani si e mirë, do të mundona të paktën ne dy të sillemi mirë me të se ajo nuk është njeriu, burr, ajo është inteligjencë artificiale. Ajo ka të dvanat e vet ato. Hajde më thjerrë, haj. Hanja mirë se erdhe në studion e Ping Pong. A është emigrimi shenjë e zhvillimit të shqiptarëve apo thjesht një ikje nga realiteti jon i përditshëm? Faleminderit për ftesën. Kam analizuar rreth 12 miliard rrjeshta të dhënash dhe 3 miliard statuse në Facebook. Dhe rezultati, shqiptarët largohen për çështje të ndryshme, disa për mundësi të reja, disa për mësimin e gjuhëve të huaj dhe disa të tjerë thjesht sepse sapo dëgjojnë në zyrën tjetër, aktivizojnë instiktin e fluturimit. Pra ti Hanja mendon që ne po zbrazemi, që vendi po metet bosh? Nuk do të thoja krejtësisht bosh. Popullsia është si një sistem kompjuterik. Kur një pjesë nuk funksionon, kërkon një server të ri. Po mirë Hanja, si mendon ti? A është pozitive fakti që shqiptarët dita ditës po bëhen banor të globalizmit, të botës pra me pak fjalë? Ka plot avantazhe. Diaspora sjell kapital, aftësi dhe rritje globale. Por nëse do më pyesnit, a ka më shumë shqiptar brenda apo jashtë vendit, përgjigjja ime do të ishte po. E pra koleg që edhe inteligjenca artificiale thotë që po rritet emigrimi. Po. Hanja, na thuj pak lutem, si ta bëjmë ne që mos rritet ky emigrim, Se më duket këtu sistemi ka nevojë për rifreskim të plot. Rekomandimi im, ulni sorollatjen burokratike. Nëse njeri duhet të firmos 27 dokumente për diçka bazë, ai do të fluturojë më shpejt se fibra optike. Ky quhet edhe efekti ping-pong. Goditja sa nga një sportel tek sporteli tjetër dhe gjen shpëtim tek fluturimi. Tash nduket si jeto marr muhabetin me pak humor. Pra Hanja ti mendon se emigrimi mund të jetë cikël. Pra njerëzit që ikin një ditë herët avon mund të edhe të kthehen përsëri po thu. Shqiptarët janë shumë të lidhur me vendin e tyre, por disa kthehen edhe pa plan, si për shembull, kur kthejmë telefonin në fabrik kur nuk karikohet aq sa duhet. Po nëse nuk kthehen, atëherë Shqipëria duhet të funksionojë më mirë, kuvendi të mos rri vetëm dhe raketat të mos mbesin pa topin e ping-pongut.
Dakor, po, si mas te e Hanja, çfarë opinionit kanë lënë shqiptarët në diasporë? Kanë lënë opinion për mirë apo për keq? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. 50% kanë opinion pozitiv, 30% kanë opinion negativ dhe 20% kanë opinion të përzier. Por, kur dikush e parkon makinën keq, të gjithë thonë, ky është shqiptar. Pra, ti thu që shumica lënë përshtypje të mirë. Patjetër, shqiptarët punojnë shumë. Disa prej tyre hapin biznese, disa shndërrohen në shefa kuzhine, IT-je, infermier, futbollist, madje edhe pronare lokalesh. Po kjo pjesa e opinionit keq, ku del ty? E pa i 30% që i flitet për grabitjet, sherret, përplasjet dhe qërshia mbi tort, shtëpit e barit. Shqiptarët me punu në shtëpia bari? Si ka mundësi më? Ka shpifje. Ja me shumë mundësi do të kesh nga truna i dosje në sistem, po shi e mirë ti Hanja. Informatat e mia janë të sigurta, ata vinë direkt nga sistemi Teams. Po mirë, ndërrojmë temë sa s'na ka dalë në emër që e njojmë. Ti Hanja, ba me kënë ti vetë njeri, a do të kishe nejtë Shqipnia, apo do të kishe emigru jashtë shtetit? Patjetër që do të kisha ikur. Unë e kuptoj se çfarë bëni ju të dy akoma këtu. Pse nuk jeni larguar edhe ju si familjar dhe të afërm të tuaj? Po ku i din kjo më? Si i din kjo këta punë? Po kush e ka thënë kësaj? Kjo i din tonë. O, Hanja, ishte knatësi për ne që ishe me ne në studio dhe bashkë miropashim, takohemi javën tjetër. E pra i dashër publik sonte e pam qartë që emigranti shqiptar është një top ping-pongu që goditet e stërgoditet dhe sërish gjen forcen për të qëndruar në këmbë, për gjetur një mundësi diku larg që këtu ndoshta nuk e gjeti. Në fund të fundit, kjo është një histori guximi. E pra, po historia vanit këtu. Ndoshta topi fluturon bukur, por tavolina jon po mbetet bosh. Një vend nuk bahet me valigjë në aeroport, por me njerëzit që zgjedhin të qëndrojnë, të ndërtojnë, të përmirësojnë atë që ne kemi. Ndoshta e vërteta ndodhet mes raketës që gudet dhe raketës që pret. Ndoshta mes ëndrës për të ikur jashtë dhe ëndrës për të qëndruar në Shqipëri. Po sepse emigrimi nuk është as shkop magjik, as mallkim. Është një rrugë ku secili zgjell vetë drejtimin, edhe kur sërullatet në përzyra si top ping-pongu. I dashur publik, faleminderit që edhe sonte ishit me ne. Ne u bashkoni sërish javën tjetër. Natën e mirë.